nuk dëshirojmë të prolongojmë procedurën, kështu që pajtojmë. Pajtoni që të lezohet e ata mirë. Pas pak jemi bërë së bashku me gruan time Sanien, Zojnë Aslanin me gruan Fatmirën, djalin Mërkimin, jemi nisë me vetur, ku kemi udhëtuar për Kosovë diku 40 orë. Dhe kemi mbërrit me datë 1/12/2023 në orën 6 të mëngjesit, në shtëpi dhe në fshat, ku kemi takuar të gjithë familjen. Nuk kam mundur të pyes askënd rreth rastit, meqense ishim shumë të zënë me procedurën e varrimit dhe rreth pritjes së njerëzve. Pastaj, pas varrimit diku në orën 16:30, kanë ardhur disa vetura të policisë në oborrin ton, ku e kanë marrë Naimin për Prishtinë. Ndërsa gjatë mbastisjes së shtëpisë nga policia, njëri nga hetuesit e Prishtinës më ka ndarë vetëm në një dhomë ku më ka komunikuar rastin dhe më ka njoftuar se Naimi është i përfshirë në vrasje dhe është i arrestuar.